Julian Shehu ishte protagonist me fanellën e Shqipërisë në fitoren 3-0 ndaj Andorrës këtë të hënë në ndeshjen që shënoi debutimin e tij me kombëtaren. Dhe ai është kthyer dhe e ka festuar në mënyrën më të mirë të mundshme në Poloni këtë ditë të shënuar për të duke tundur rrjetën në ndeshjen e sotme të kampionatit. Widzew Łódź luan me sfushori shqiptar përballej me Piast Gliwice në transfertën me Shehun si titular i padiskutueshëm në radhët e ekipit polak. Në minutën e 22 të takimit ai u tregua i vëmendshëm duke ndjekur një kundërsulm të ekipit të tij për të shënuar golin e rezultatit të përkohshëm 2-0 për Widzew Łódź. Ky ishte goli i dytë i Shehut për këtë edicion ku është kthyer të luajë përsëri titular rregullisht pasi ka lënë pas dëmtimin e gjatë që pësoi një vit më parë.